Përshëndetje të dashur miq, jeni përsëri në Retro Time me mua Borën, ku sot do të flasim me një temë e cila mund të themi se është fenomen. Është një fenomen shoqëror, kombëtar, i cili ka prekur breza me radh. Do të flasim për emigracionin, ikje apo shpresë. Nga valixhet e drurit te biletat low cost. Sot në Retro Time nuk flasim vetëm për një ikje si ikje, por flasim për shpresën, për mallin, për guximin dhe për një plagë që kalon brez pas brezi. Po flasim për emigracionin shqiptar, nga fillimet e tij dhe deri në sot, ku normalisht ka ndryshuar, por ngelet përsëri një fenomen. Retro Time sot ndalet te kjo histori e madhe njerëzore, ke ky fenomen i madh njerëzor, te emigrimi si ikje dhe si shpresë njëkohësisht. Si fillim dua ta nisim me emigracionin e hershëm, me emigrimi i hershëm, ikje për bukë dhe për dinjitet. Në fillim të shekullit të 20, shqiptarët nisën të largoheshin drejt Turqisë, Amerikës dhe në vendet e Evropës. Ata nuk kishin diploma, nuk kishin gjuhë të huaj, nuk kishin plana afatgjate, kishin vetëm duart e tyre dhe shpresën për një jetë më të mirë. Ikja e hershme ishte e rëndë, udhëtime të gjata, ndarje pa kthim, letra që vinin rrallë dhe familje që plakeshin duke pritur. Por emigranti i atyre viteve mbante një betim të pashkruar, të mos harroj kur shtëpia, të mos harroj kur se prej nga vinte ai. Dhe është një betim, një amanet që edhe sot mundohet që ta përçoj tek fëmijët e tyre. Po ashtu doja të ndalesha edhe te pjesa artistike, ku mërkimi, kurbeti në përgjithësi është një nga temat më frymëzuese e poetëve të sotëm, po është edhe një temë e cila prek shumë edhe sot e kësaj dite. Kemi këngë të cilat janë shkruar për kurbetin që janë të llahtarshme, që edhe mos keshin njëri shumë të afërt larg, e ndjen edhe shumë më shumë brenda vetes. Domethënë, pavarësisht asaj ti e ndjen, edhe pse nuk e ke të afërt si fenomen, ti e ndjen ikjen, se i sheh gjërat, i ke shumë afër syrit. Prandaj si fillim dua t'ju përshëndes me një këngë, e cila është për mërkimin, për kurbetin, dhe më pas do të rikthehemi në studio për t'ia vazhduar me programin. Qaj me lote oqeanit, sa me kamar mali vatani. O kur beq shpirtin ma thave, prej vend lindjes ti kur ndave. Kam harru kongën e djepit, tu jetu rrugve t'kur betit. Tjena qufonen i këto shtete, tjena male, tjena tete. Më ka marrë malli për shqipin
Kthehemi kështu përsëri në studio, mërgimi ose emigrimi i viteve 90-ta, emigrimi si shpërthim kolektiv. Me rënien e diktaturës, emigrimi shqiptar u shndërrua në një shpërthim masiv. Ishte hera e parë që kufit u hapën, por edhe hera e parë që u kuptua se sa e rënd ishte varfëria, pasiguria dhe mungesa e perspektivës. Anijet e mbushura, kamionët, rrugët në këmbë, këto nuk ishin thjesht pamje televizive. Ishin histori reale, njerëzish që po largoheshin pa e ditur se ku po shkonin dhe se a do të ktheheshin ndonjëherë. Në ato vitet familjet u coptuan si shpirtërisht. Fshatrat të tërë u zbrazën, prindërit mbetën duke pritur telefonata dhe letra. Shumë njerëz ikën për pak, por jeta u bë për gjithmonë. Në Kosovë, emigrimi gjatë viteve 90-ta mori një kuptim të veçantë. Nuk ishte thjesht një mundësi për një jetë më të mirë, por edhe shpëtim nga dhuna, nga terrori dhe nga rreziku i përhershëm për jetën. Çdo rrugë drejt kufirit, çdo makinë që nisej drejt vendit tjetër, çdo tren që largohej nga stacioni ishte një akt i guximshëm mbijetese dhe një me një shpresë domethënë brenda vetes për të kthyer përsëri në vendin e tyre. Gjatë viteve të luftës, ikja nuk ishte zgjedhje në Kosovë, nuk ishte ëndër për një jetë më të mirë ose më të re dhe nuk ishte plan për karrierë apo për studime. Ishte një nevojë jetike, një thirrje që vinte nga instinkti për të ruajtur veten dhe të dashurit e tyre. Familje po ashtu kishte shumë familje të tëra që u larguan nga shtëpia e tyre pa marrë asgjë, më shumë se rrobat e trupit, me frikë të thellë në sy dhe me shpresën se ndoshta nesër do të kishin një vend ku mund të flinin pa frikë dhe ndoshta në një të ardhme të afërt të mund të ktheheshin në vendin e tyre. Shumë fëmijë ndoqën rrugën e largimit pa prindërit përkohësisht, duke u strehuar tek të afërm ose në kampet e refugjatëve. Fëmijët e rinj u bën dëshmitar të tmerrit dhe të vuajtjeve që nuk mund t'i kuptonin plotësisht, por që do t'i shoqëronin për gjithë jetën. Ky emigrim nuk ishte kohë për ëndra, por nuk njihte njëkohësisht edhe plane afatgjate. Nuk kishte as luksin e pritjes, as mundësinë për të zgjedhur dhe kishte vetëm një qëllim të thjeshtë, por dhe thelbësor, të mundesh të jetosh, pavarësisht kushteve që t'janë ofruar. Çdo rrugë, çdo kalim kufiri, çdo qytet ku domethënë kishin stre, ishte një histori e dhimbshme dhe një udhëtim shpëtimi. Ishte rruga që lidhi Kosovën me vendet fqinje dhe më vonë edhe me Evropën perëndimore dhe më tej. Në mes të tmerrit, shpresa u bë ushqim i përditshëm për ata që ngelën. Dhe memoria e shtëpisë, e fshatit, e miqve dhe të dashurve u mbajt si një thesar i fshehtë që nuk mund të thyej kurrë. Emigrimi i dhimbjes dhe shpëtimi nuk ishte vetëm largim fizik, ai ishte largim nga e njohura dhe përballje me një botë të re, shpesh të huaj dhe të vrasht. Ai formoi një brez të ri shqiptar të lidhur me dhimbje, me humbjet, por edhe me guximin, qëndresën dhe shpresën që ai popull ka kaluar dhe ka mundur të fitojë nga ajo periudhë. Prandaj çdo ikje nga Kosova nuk ishte vetëm një lëvizje gjeografike ose një udhëtim për të parë botën, vendet e ndryshme. Ishte një rrugtim shpirtëror, një histori e dhimbjes, por edhe e forcës së jashtëzakonshme njerëzore. Ishte dëshmi se edhe në errësirën më të madhe shpresa mund të gjejë rrugën për të mbijetuar. Dhe pavarësisht ikjes, siç e thash edhe më parë, ikjet e tyre ishin me shpresën e kthimit, me shpresën që ky kom do ta fitojë lirinë dhe natë të ardhme të afërt të mund të ktheheshin në shtëpinë ku ata janë rritur dhe ku i kanë kujtimet e tyre. Domethënë është një periudhë që të ngjall shumë emocione. Është një periudhë që jetohet akoma edhe sot, po sot nuk i ka arsye të njëjta si ka pasur më parë. Sot më duket ndonjëherë edhe sikur i ke nga luksi për të pasur luks. Po do të flasim edhe për periudhën e tanishme, domethënë për emigracionin e tanishëm. Si fillim dua t'ju përshëndes me një këngë e cila po ashtu është këngë Kurbeti, këngë e cila na prek të gjithëve dhe më pas do të rikthehemi në studio. Mërzi kur po vjen, mërzi kur po shkon, jeta e gurbet e qarit, gjithë bujtje i shkon.
Ah, sa ndjene kjo zemër, dhimbje është rëngime, s'po mujta kthej kokën, ta shodhim tën time. Ma bënë halënon, ta lash sofrën shtrume, shtu e ka kurbeti, tash mojnoni e mësue. Baba nu i fort, ashtu si me ke mësue. Lëm tu miroj zemra, oj zemra të bekume. Let me ik prej këti vendi, beso m'dridhet zemra, veç kur e përmendi. Asa ndjene kjo zemër, dhimbje është rëngime, s'po mujta kthej kokën, ta shodhim tën e time. Ma bënë halënon, ta lash sofrën shtrume, shtu e ka kurbeti, tash mojnoni e mësue. Baba nu i fort, ashtu si me ke mësue. Lëm tu miroj zemra, oj zemra të bekume. U rikthehemi kështu përsëri në studio me temën e emigracionit dhe tash do të flasim për emigracionin pas viteve 2000, ku është shpresë që u zbeh ngadalë. Pas së luftës dhe ndryshimeve politike erdhi një periudhë të shpresë, shumë besuan se gjërat do ndryshonin, por realiteti shpesh nuk e mbajti premtimin. Të rinjt filluan të iknin sërish për studime, për punë, për jetë më të mirë dhe për një jetë me dignitet. Ikja tani ishte më organizuar, por dhimbja mbeti gjithmonë në jetë. Valigjet u bën më moderne, por përqafimet mbetën po aq të rënda dhe me emocione. Sa i përket emigrimit sot, brezi që largohet në heshtje, sot emigrimi nuk ka zhurmë, nuk ka anije të mbushura, nuk ka drama publike, por ka heshtje. Të rinjt largohen me bileta avioni, me kontrata pune, me ëndra personale, por brenda tyre shpesh mbetet malli për shtëpinë, bëshlloku i festave pa familjen e tyre pranë, ndjenja që se po jetojnë mes dy botëve. Suksesi jashtë vendit nuk e mbush gjithmonë mungesën e tyre emocionale, ku pavarësisht një suksesi ose një karriere të korrur me shumë të madhe jashtë vendit, gjithmonë është ajo që edhe e kam dëgjuar shumë nga shumë persona që vinë nga jashtë, që shqyqyri erdhëm në shtëpi, po gjithmonë e kanë që janë të ndarë në dy shtëpi. Do të thënë në shtëpinë e cila i ka kujtimet e fëmijërisë dhe në shtëpinë e cila i ka sakrificat e tanishme të suksesit të tyre. Suksesi jashtë vendit nuk e mbush gjithmonë mungesën emocionale, sepse njeriu nuk largohet vetëm nga vendi, por largohet nga vetja e tij e vjetër. Ikja, mund të themi, është shpresë, domethënë është një pyetje që gjithmonë ngjelet e hapur, të ikësh për një jetë më të mirë ose të rish këtu dhe të shpresosh për më të mirën. Emigrimi nuk është mund të them as i miri dhe as i keqi në vetvete. Ai nuk është zgjedhje e lehtë dhe as kapriço momenti.
Emigrimi është një pasojë e rrethanave, e mungesës mundësive, e shprehive që nuk gjejnë vend për të realizuar aty ku ato janë lindur. Për disa, emigrimi është shpëtim, por ka edhe momente kur njeriu gjen veten dhe aftësitë e tij, dinjitetin e munguar. Është hapësira ku puna vlerësohet, ku ëndrat marrin formë më konkrete, ku përpjekjet kthehen në rezultate dhe për këta njerëz largimi bëhet fillim i ri. Fillimi një jete të re me mundësi më të mëdha dhe në një vend ku vlerësohet ai personalisht. Por për të tjerët emigrimi është humbje e heshtur. Është ndjenjë e përhershme se je diku tjetër, por mendja dhe zemra kanë mbetur pas në shtëpinë tënde të vjetër. Është malli për gjuhën, për zërat familjar, për festa që kalojnë pa praninë e tyre afër. Është suksesi që nuk ke me këtë ta ndash. Ai krijon individ të suksesshëm profesionalisht, por emocionalisht të ndarë mes dy botëve. As plotësisht këtu dhe as plotësisht atje. Prandaj pyetja ikja apo shpresë nuk ka një përgjigje të vetme. Për dikë është guxim, për dikë tjetër është edhe detyrim të largohet për një jetë më të mirë, për disa është fitore. Për të tjerë një mall që nuk shuhet kurrë dhe ndoshta e vërteta qëndron pikërisht këtu, se emigrimi është një rrugë që nuk të largon vetëm nga vendi, por të ndryshon përgjithmonë si njeri. Dhe kjo është pjesa më e dhimbshme që edhe është një pjesë ndonjëherë edhe absurde kur i shoh këto që kanë ikur nga 2-3 vjet për vendit të tyre dhe bën sikur zin ta folin gjuhën e tyre. Është edhe fakti që ndoshta nuk e kanë jetuar shumë sakrificën që kanë bërë të parët për këtë gjuhë, për këtë histori dhe nuk e ndjejnë obligim për ta ruajtur atë dhe për çuar brez pas brezi. Do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, ku do të dëgjojmë po ashtu edhe një këngë shumë të bukur patriotike dhe të kurbetit, të cilat janë në ndërlidhje mes njëra tjetrës. Dhe më pas do të rikthehemi përsëri në studio për ta mbyllur programin. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. Mirë se vini në Dua Mall, qendra tregtare ku stili, komoditeti dhe përvoja perfekte e blerjes bashkohen vetëm në një vend. Nga markat më të njohura, trendet më të fundit të modës, aksesor, kozmetik, deri te hapësirat relaksuese për kafe dhe argëtim, gjithçka që kërkoni e gjeni në Dua Mall. Ambiente moderne, oferta të shumta, përvojë unike për të gjithë familjen tuaj. Dua Mall, vendi ku dëshirat tuaja bëhen realitet. Detex Home, ngrohtësia fillon në shtëpinë tuaj. Kërkoni cilësi, rehati dhe elegancë për shtëpinë tuaj? Detex Home është zgjedhja ideale për ju. Tek ne gjeni çarçaf cilësor dhe modern, jastëk komod, peshqir të butë dhe luksos, aksesor dekorativ për çdo kënd të shtëpisë tuaj, qeis nga më të ndryshmit. Çdo detaj është zgjedhur me kujdes për t'i dhënë shtëpisë tuaj stil, rehati dhe elegancë. Detex Home, sepse shtëpia juaj meriton më të mirën. Moleraj Musa, ngjyra që i jep jetë shtëpisë tuaj. Dëshironi freski, bukuri dhe transformim të plot për ambientin tuaj? Moleraj Musa sjell profesionalizëm, përkushtim dhe perfeksion në çdo detaj. Lyerje profesionale brenda dhe jashtë shtëpisë, transformim total i hapësirave, cilësi, pastërti dhe punë me standarde të larta. Sepse ngjyra nuk është thjesht bojë, është ndjesi, është stil, është jetë. Moleraj Musa i jep ngjyrë, bukuri dhe jetë shtëpisë tuaj. Rruga e hajrit më tha nana, a dit kur jam nis. Për gurbete mora rrugën e dola prej shtëpis. 2 cigare në dori pata, asni me të lik. Unë hastret po qare spata, derën ja kam fik. E sa shumë na kena vujt, në për rrugna kena bujt. Sa herë nana
që m'ka thirë, e kam rejtun që jam mirë. E sa shumë na kena vujt, në për rrugna kena vujt, sa herë nana që m'ka thirë, e kam rejtun që jam mirë. Tishat mija, menja nuk ja u merë. U kone ditu në kur u nisa, dita mu boter. Me pa babën tu mërzit, e nanën tu i fshi syt. Mushtu mërzia dy fish, jo mahro nuk ish. E sa shumë na kena vujt, në për rrugna kena bujt, sa herë nana që m'ka thirë, e kam rejtun që jam mirë. E sa shumë na kena vujt, në për rrugna kena bujt, sa herë nana që m'ka thirë, e kam rejtun që jam mirë. E sa shumë na kena vujt, në për rrugna kena bujt, sa herë nana që m'ka thirë, e kam rejtun që jam mirë. Sa herë nana që m'ka thirë, e kam rejtun që jam mirë. U rikthejmë kështu përsëri në studio dhe jemi në pjesën e fundit të programit të Retro Time, ku sot e kishim si temë emigracionin. Dua, domethënë si pjesë të fundit të jap një mesazh për rinin e sotme, për brezin e ri. Emigrimi nuk është thjesht lëvizje nga një vend në një vend tjetër. Ai është pjesë e historisë sonë kolektive. Një kapitull i shkruar me ëndra, sakrifica dhe mendjenja që nuk shuhen kurrë. Ai ka ndërtuar shtëpinë në toka të huaja, ka mbajtur familje të shpërndara, ka ushqyer shpresë dhe ka krijuar mundësi që shpesh nuk ekzistonin këtu ku ishin të lindur. Por emigrimi ka lënë gjithashtu gjurmë edhe më të thella. Mungesë të pranisë atyre që ne i kemi më të dashur, mall për vendlindje, plagë të heshtur që nuk shihet si plagë me syt e të tjerëve. Është një plagë e cila djehet, edhe me sytë tu ndonjëherë nuk mund ta shohësh. Është dhimbje që shoqëron suksesin dhe lumturinë që gjen larg familjes, larg rrugëve të njohura të fëmirisë dhe larg rrugëve ku ti je rritur. Prandaj në Retro Time nuk vjen për të gjykuar ikjen si fenomen. Emigrimi nuk thot se është e drejtë apo e gabuar. Ai vjen për të kujtuar, për të treguar dhe për të ndarë çdo histori me ndjenjë, me ngjyrat e jetës që ka ajo brenda vetes, që ajo ka sjellur gjatë saj. Sepse çdo emigrant mban brenda vetes një copë të vendit që e ka lënë pas. Dhe çdo histori ka vlerë, çdo rrëfim ka rëndësi. Një komb nuk matet vetëm me ata që jetojnë brenda kufive të tij, ai matet edhe me ata që e mbajnë në zemër kudo që janë. Ata që e çojnë, domethënë, me vete gjuhën, e mbajnë me vete gjuhën, kulturën dhe traditat, po ashtu kujtimet e një populli, duke i përhapur ato në botë, duke i treguar se identiteti nuk humbet me largimin, por gjen mënyra të reja për të mbjetuar dhe për të rritur po ashtu. Dhe kështu do të thoja se çdo ikje bëhet histori. Dhe gjëja që dua të shtoj në libra që unë kam lexuar, është te Kronik në Gur e Ismail Kadares, ku Kronik në Gur e ka për qëllim të tregojë edhe Gjirokastrën se si duket. Dhe historia se si nisi të shkruaj Kronikën në Gur ishte në studimet e tij në Moskë. Ismail Kadare dhe një grek ka nisur të tregojë për Gjirokastrën. Ka qenë në një spital të Gjirokastrës dhe i ka pëlqyer shumë Gjirokastra, por ka ardhur një mendim nga greku. Dhe greku i ka thënë, "E dini si mundet që ti ta kesh gjitha qytetet aq të bukur dhe nuk e shkruar fare për të." Dhe do të thoja që ne nisim të vlerësojmë gjërat kur nuk i kemi. Edhe njerëzit nisim t'i vlerësojmë kur i kemi larg dhe nuk e kemi qasin e përditshme si e kemi pasur sot, ose larg qoftë kur na humbin nga kjo jetë. Dhe prandaj dua të them që duhet t'i vlerësoni gjërat që ju i keni gjatë kohës që jeni këtu, dhe vlera e vendit, pavarësisht që ne ikim për një të ardhme më të mirë, për një sukses, një karrierë më profesionale,
do thoja që gjithmonë duhet ta mbash mbi shpinë historinë e vendit tënd, edhe të tregosh për vendin tënd kudo që shkon, se me pak fjalë, populli jot, vendi yt, qyteti yt është historia jote. Të tregon kush je ti. Prandaj të dashur dëgjues, çdo zë ka forcë dhe çdo kujtim ka peshë. Retro Time, sepse çdo ikje ka një histori dhe çdo histori meriton të jetë kujtesë dhe të dëgjohet. Kjo ishte edhe puntata për sot, të dashur dëgjues, dhe ne do të rikthehemi përsëri javës tjetër. Shpresoj të keni mësuar sadopak dhe shpresoj të mos jeni prekur, se unë personalisht e ndjej shumë këtë pjesën e mërgimit, ku nuk ka familje që nuk ka një emigrant pranë vetes së tyre, por shpresoj të jetë një fenomen që të rrallohet, që vendi ynë të na jap më shumë mundësi që ne të rritemi me profesion këtu ku jemi, se më përpara kanë ikur për punë, për bukën e gojës, po sot ikjet janë, mund të themi, më moderne. Sot ikjet janë për karrierën, dhe pse jo që vendi jon të na jap mundësinë që ne të rritemi në profesion, të rritemi në sukses, të na jap mundësi që ne ta tregojmë veten tonë këtu. Edhe pse mos e tregojmë veten tonë këtu? Pse ta tregojmë jashtë, kupton? Edhe vendi yt rritet nga vendi jonë rritet nga ne, me pak fjalë. Do t'i përshëndes shumë ata që i kemi jashtë, ku janë gjysma më e madhe e jona dhe gjysma më e mire jona, dhe shpresoj që sadopak në një të ardhme të afërt të bëni pjesë e këtij vendi përsëri dhe të ruani gjuhën, kulturën, traditat e vendit tuaj, edhe kudo qoftë që të shkoni. Faleminderit, ishit me mua Borën në Retro Time dhe ne do të dëgjohemi javës tjetër. Mirupafshim. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.